Ndërkohë do t'i kthehemi bisedës në studio me Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës. Do të flasim më shumë pra se çfarë ndodhi sot në Kuvend dhe për procedurat dhe për ditët e ardhshme se çfarë mund të ndodhë. Dhe Cakollin, mirë se erdhën në Kosovë. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Për ta bërë një pyetje kështu më të thjeshtë, a e pamundësoi zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së Kuvendit të Republikës Kosovës Albin Kurti apo dikush tjetër? Është e qartë që vendimarrja e Kuvendit, përkatësisht mungesa e vendimarrjes sot, ishte kryekëput rezultat i preferencës politike të partisë e cila ka dalë e para në zgjedhje në këtë rast sipas kërkesës. Po shtroj pyetjen edhe për faktin se ai ishte që doli në foltore dhe kërkon gjë të tilla. Është e qartë që ka qenë dëshpëruese për të mos thënë për keqardhje fakti që pas konsumimit të 29 nga 30 ditët e mundshme që Kuvendi ka në dispozicion për të konstituar, sot patëm një situatë ku kryetari, në këtë rast një prej deputetëve televizës vendosje, një herë është edhe kryetari i kësaj partie, doli dhe kërkoi afat shtesë për çështjen e presidentit, ndonse afati i cili është duke u konsumuar nuk ka të bëjë më fare me presidentin. Pra, afati i cili s'ka dhënë nesër nuk do lidhet me presidentin, sepse fillimisht për të filluar afati 60 ditor. Pra, për ta pasur në dispozicion atë periudhën 60 ditore për diskutuar me partit, duhet fillimisht që të konstituohet Kuvendi. Pra, pa konstituim të Kuvendit, ne as nuk fillojmë që të hyjmë brenda afateve kushtetuese, në këtë rast 60 ditore për zgjedhjen e presidentit, dhe që kjo normalisht, ndonë se në aspektin procedural është e lejuar, në bazë të ndryshimeve të rregullorës në vitin 2022, lejohet që të ketë ndërprerje, përsa kohë që ato nuk janë më gjata se 48 orë, ndonë se në situatën aktuale, problemi është dukshëm më i madh sepse më nuk i kemi 48 orë. Pra, seanca e ndërprerë sot në mesdit, mund të shtyhet maksimalisht nga sot i bie afërsisht 36 orë prej momentit kur u ndërprej, derisa tani më kanë mbetur vetëm rreth 24 orë sa mund të ketë mungesë seancës, dhe në rast se Kuvendi nuk do të mblidhet apo nuk do të arrijë që të zgjedhë kryetarin e Kuvendit, qoftë për shkak të mos propozimit, kërkesës për të pasur kushtesë apo thjesht mosthirrjes së vazhdimit të seancës nga zoti Dehari, kjo do ta çojë me shumë gjaz vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që janë e vetmja rrugdalje në një skenar të tillë. A ka kohë për afat shtesë? Në kuptim kushtetues nuk ka afat shtesë, sepse gjykata kushtetuese në atë ciklin e disa muajve krizë që e patëm në vitin 2025, e ka qartësuar deri në detaje e madje kushtimisht deri në minuta se kur dhe si duhet të rrjedhë procedura e konstituimit Kuvendit. Pra, tashmë nuk ka as hapësirë për paqartësi për të thirrur në ndonjë rast eventual se si është dashur të konstituohet Kuvendi. Pra, procedura për konstituimin e Kuvendit është çështje e kryer, është çështje e gjykuar dhe më nuk ka pse të pritet tutje. Ajo çfarë mbetet eventualisht të diskutohet është çfarë ndodh në rast se Kuvendi nuk arrin që të konstituohet deri nesër në ora 23:59. Pyetje që kanë shtruar shumë njerëz. Çfarë ndodh? Në vlerësimin tim, rruga është e qartë, pra ndonë se nuk do të ketë shpërndarje automatike në kuptimin e shpalljes së zgjedhjeve, sepse në fundit kjo do të varet nga vendimarrja ushtruese së detyrës së presidentit, që në këtë rast është zonja Haxhiu, por ajo çfarë ka rëndësi është që ka një doktrinë kushtetuese në Kosovë, sidomos pas rastit të vitit 2020, kur e kemi pasur atë kontestin në mes të zotit Thaçi dhe zotit Kurti sa i përket mandatimit të kandidatit për kryeministër, kur gjykata ka përcaktuar 4 parime që besoj jo vetëm vlejnë edhe në rastin aktual, por tashmë janë edhe më të fuqishme. E para është që e drejta ekskluzive kushtetuese, çfarë do qoftë ajo, nuk guxon të përdoret si mekanizëm bllokimi. Pra, në këtë rast lëvizja vendosje ka një të drejtë kushtetuese, të cilën nuk guxon ta bllokojë, në këtë rast propozimin e kandidatit për kryetar, në mënyrë që ta pengojë konstituimin e Kuvendit për kalkulime politike të blerjes kohë për çështjen e presidentit. Çka i bie kjo? Pra që mund të... Kjo i bie që tash rrugdalit janë dy. E para është që gjykata të konstatoi që ka pasur mosveprim. Pra, mosveprimi është refuzimi i ushtrimit të drejtës, për shkak se në radhë parë kjo ka mundur thirrët shumë më herët, por ka qenë diskrecioni ushtruesës së detyrës së presidentit që ta lë më në ditën e 29 në mesin e 30 sosh. E
treta është që drejta është përgjithësi dhe e katërta, ajo çfarë ka shumë rëndësi është që normat kushtetuese duhet të interpretohen për gjetur zgjidhje, jo për të bllokuar. E kjo, unë besoj që na jep një mundësi që gjykata përmes një rasti që mund ta dërgojmë partitë politike me shumë gjas, ta plotësoj një zbrasti kushtetuese saj përket kësaj se çfarë ndodh pas ditës 30. Pra ka vakum aktualisht, ka vakum ligjor në këtë pikë. Çka nëse nuk konstituohet kuvendi, çka ndodh edhe me afatin? Unë besoj që vakumi është se si duhet veprohet për t'i shpallë zgjedhjet, jo a duhet shkojmë drejt zgjedhjeve, sepse nuk ka kuptim përderisa kuvendi, sipas gjykimeve të gjykatës edhe vitin e kaluar edhe në vitin 2020, ka përcaktuar që kuvendi ka dy detyra parësore. E para është që ta zgjedh qeverinë, e dyta është që ta zgjedh presidentin. Tash në rast se kuvendi, që është institucioni që duhet ta bëjë këtë, nuk e zgjedh vetëm, pra nuk e konstituon veten, nuk ka kuptim që kuvendi t'i ofrohet më shumë kohë se sa që i ofrohet për dy institucione që në fakt janë varëse të saj. Andaj unë besoj që kur kuvendi nuk i kryen detyrat themelore për formimin e qeverisë, zgjedhjet janë vetmja rrugdalje. Për më tepër është një element shumë i rëndësishëm, është që ekziston një parim kushtetues që askush nuk mund të përfitojë nga shkelja e vet kushtetuese. Pra, nuk ka kuptim që kuvendi t'ja ofrojë mundësinë që duke shkelur kushtetutën, përkatësisht këtë afatin 30 ditor, të përfitoj kuvendi në tërësi e në veçanti partia e parë e cila po tenton që të blej kohë. Andaj unë besoj që e tërë zbrastia kushtetuese në këtë drejtim është thjesht cili do të jetë mekanizmi drejt shkuarjes në zgjedhje, a do të ketë vendim të gjykatës që konstaton se kuvendi ka dështuar dhe zgjedhjet mbahen automatikisht, apo gjykata potencialisht do të mund që t'i kërkojë shtruesët detyrës së presidentit që ta caktoj datën e zgjedhjeve duke plotësuar këtë boshllëk. Po nuk kin asnjë kombinim sipas jush çështja e afatit presidentit tash rrjedhimisht do ta çonte vendin prapë në zgjedhje dhe nëse do të komplikojë këtë. Unë besoj që situata tash politike duket shumë e qartë. Arsyeja pse nuk kemi aktualisht propozim të kryetarit kuvendit është në mënyrë që të mos fillojë të rrjedhë afati 60 ditor, duke kalkuluar dhe në bazë të deklarimeve që pa mësonte fatkeqësisht nga disa eksponentë të partisë në pushtet, që po përmendet gjithnjë më shumë ideja që po meqense se nuk ka pasojë juridike, pse të mos e provojmë ta tejkalojmë këtë afat në mënyrë që gjykata të na tregoj. Por gjykata nuk është këshilltar juridik. Gjykata nuk është një lloj mësuesi që u tregon palëve se si duhet sillen. Në fakt gjykata e ka thënë tashmë disa herë që kushtetuta dhe vetë gjykata supozon që palët janë mjaftueshëm të arsyeshëm për gjetur interesin më të mirë të Republikës. E sot unë besoj që nuk ka pasur interes më të mirë për Kosovën se sa të kemi kuvend konstituar, e qysh nesër, e më zvoni brenda 15 dite, nuk ka interes më të mirë se sa të zgjedhet qeveria e re, e brenda këtij afati 60 ditor të zgjedhin president ri. Tash mosmarrveshjet politike edhe mund të arsyetohen deri diku, por mosmarrveshjet politike nuk guxojnë të mbivendosën rendit kushtetues, sepse në këtë mënyrë ne mund të arrijmë në pikën ku kurdo që palës merren vesh, pajtohen heshturazi që ta shkelin kushtetutën dhe vendi mbetet pa institucione, rrjedhimisht qytetarët mos kanë mundësi as që të kërkojnë nga të zgjedhurit e tyre, sepse ata se kanë marrë mandatin plotësisht dhe nuk mund ta ushtrojnë të njëjtin. Kështu që unë besoj që është e domosdoshme që më zvoni deri nesër në mesnatë kuvendi të konstituohet dhe çfarëdo mos konstituimi i kuvendit deri nesër në mesnatë është përveç se përgjegjësi ekskluzive, është element që e bën fajtor kryesor për një shkelje të rëndë kushtetuese partinë e cila ka këtë drejtë bazuar në rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të 7 qershorit. Prandaj situata do të ishte e qartë dhe gjithçfarë mbetet është pra të dërgohet një lëndë në gjykatën kushtetuese, ose për më mirë, gjykata dal me përgjigje në rastin e zonjës Osmani, sepse ka një rast në gjykatë pikërisht për të njëjtën pyetje, cilën gjykata asnjëherë zyrtarisht nuk e ka regjistruar nga regjistri i lëndëve, edhe pse zonja Osmani e ka tërhekur, sepse ligji ja lejon gjykatës kushtetuese që edhe në rast të tërheqjes, kur çështja është e interesit publik dhe funksionimit të institucioneve, devijoj ta trajtoj atë edhe nëse pala ka tërhequr. Pra, gjykata edhe sot ka mundësi që të dalë me një akt gjykim, nëse ka qenë duke e shqyrtuar të njëjtën, që besoj do të ishte situata më e mirë sepse i jepet epilog një rasti, nuk ka nevojë që të zvarritet tutje me kërkesë për mas përkohshme për vonesat më tutjeshme, cila duket që qëllim kryesor kanë zhvendosjen e datës së zgjedhjeve, potencialisht në një kalendar elektoral që e favorizon më shumë partinë. Cakolli në rast se nuk bëhet lëndë për gjykatën kushtetuese potencialisht dhe nesër deri në mesnatë nuk ka kuvend të konstituar, rrjedhimisht nuk rrjedh as afati për zgjedhjen e presidentit, deri kur mund të shtyhet kjo çështje. Sepse s'ka këto afat, apo nuk e përcakton deri ku tash mund të shkojë çështja e konstituimit, zgjedhjes presidentit, sepse nuk rrjedh asnjëri afat.
Unë besoj që për çështjen e konstituimit, afati i fundit është pra nesër në mesnatë, nuk ka mundësi që të vijohet tutje. Në rast se arrim në atë pikë, unë besoj që është përgjegjësi e deputetëve dhe në fakt është obligim jo vetëm kushtetues, por edhe moral ndaj qytetarëve që të referojnë në rast në gjykatën kushtetuese. Lënda do të ishte e pranueshme në kuptimin material, pra që plotësohen kriteret minimale, deputetët mund ta dërgojnë, dhe thjesht deputetët do duhet t'i kërkojnë gjykatës se çfarë ndodh në këtë rast. Gjykata nuk ka arsye që ta vënojë një rast të tillë për shumë kohë, sepse është çështje besoj prej më të rëndësishmeve që do të mund të ishte në shqyrtim. Andaj unë pres që në rast se arrim në atë pikë, ndonse shpresoj që nuk do të arrim, që gjykata të nxjerrë një aktgjykim brenda një afati tepër të shpejt kohor, mbase duke u thirrë në idenë që kjo çështje ka qenë në shqyrtim me sipër. Por që tashmë edhe kur do të dilte potencialisht një vendim ose një, si më thënë, një vendim e gjykatës kushtetuese, do të ishte jashtë afatit. Çfarë do ndodhte pastaj? Me qenë se do të ishte pas afatit, në rast se kërkesa dërgohet pas kalimit afatit, sepse tash këtu mund të luhet me afatit, pas nesër është jashtë afatit. Pas nesër është jashtë afatit dhe gjithçka mund të bëjë gjykata që ta caktoj datën e zgjedhjeve ose ta caktoj rrugën drejt shpalljes së zgjedhjeve. Mund ta kthej për shembull, a mund të jap mendim të thotë që të vazhdohet seanca dhe të mbetet kohë për shembull, sot ka nisë në orën 10, po supozoj ose 11, keni kohë edhe vetëm kaq. Tash, në rast se pritet që rasti dërgohet pas konsumimit të afatit, nuk besoj që kjo mund ndodh. Pra konsiderohet që është çështje kryer sepse është ditur. Po në anën tjetër nuk përjashtohet fatkeqësisht mundësia që ta zëm deputet të shumicës parlamentare të dërgojnë nesër rast në gjykatë kushtetuese para orës 24, siç ka qenë rasti me çështjen e presidentit. Unë kujtoj kur dështoi zgjedhja e presidentit, lënda u referua në gjykatë, ende pa u bërë ora 24, vetëm mënyrë që të zihet afati dhe gjykata pastaj e ktheu procedurën dhe tregoi që në rast se kjo dështon mos jetë afati konsumuar. Po, që të mos jetë afati konsumuar. Po, varësisht se kur dërgohet kërkesa, ta zëm nëse dërgohet në ora 8 pas dite ose në mbrëmje nesër, nuk përjashtohet mundësia që gjykata t'ua jap këto 4 orë shtesë, sepse përvoja me vendimet e gjykatës për gjatë viteve të fundit është që tentohet që të mos shkohet si hap të fundit dhe të parë rrjedhimisht shpërndarja, por të japin ndonjë afat shtesë, ndonse në këtë drejtim për mua do të ishte krejt e paarsyeshme që të japet çfarë do afati, sepse në këtë rast nuk kemi të bëjmë me paqartësi, por me manipulim të procedurës në funksion të krijimit një paqartësie të paqen, vetëm sa për të blerë kohë në gjykatën kushtetuese. Meqense përmendet në fillim, por kur përmendet 4 pika të drejtën ekskluzive, të ekskluzivitetit. Pra që e ka tash në rastin konkret subjekti politik për ta propozuar kandidatin. A mund gjendet një shans për shembull që subjekte të tjera, subjekte dytë ta propozojë, siç është në rastin e qeverisë për shembull kur qeveria nëse nuk i ka votat ose nuk e propozon, t'ia jap një mundësi shtesë presidentja ose presidenti. Është në rastin konkret, a mundet dikush tjetër ta propozojë, meqenëse subjekti i parë s'po prezanton kandidatin ose kandidaten, i dyti? Derisa për çështjen ta zëm të presidentit e në veçanti të formimit të qeverisë, kushtetuta e parasheh mundësinë e propozimit nga dikush tjetër. Por thatë që e drejta ekskluzivitetit që kush e ka të drejtën? Po, veç se tash në rastin kur kjo drejt nuk shfrytëzohet, edhe pse dikush e ka këtë ekskluzivitet, nëse ekzistojnë mekanizma të tjerë, pra të propozimin nga dikush tjetër, që janë të paraparë me kushtetut, mund të kalohet. Në këtë rast, unë besoj që nuk do të ishte as e shëndetshme, e do të ishte jashtëzakonisht problematike për gjykatën që ta shkruaj një nëntri, sepse në rast se gjykata konstaton që mos shfrytëzimi i drejtës ekskluzive në kupton bartje të saj tek dikush tjetër, i bie që neni 66 përkatësisht 67 nuk do të jetë më i njëjti, sepse nuk do të jetë grupi më i madh parlamentar që do ta propozoj. Në anën tjetër, nëse gjykata thotë që mos shfrytëzimi në kupton shpërndarje të kuvendit automatikisht, atëherë kjo edhe mund të arsyetohet sepse thjesht po mbyllet një zbrasti kushtetuese dhe gjykata mund të arsyetojë sepse kam dëgjuar idenë që neni 82 parasheh vetëm 3 raste kur shpërndahet kuvendi, po është e vërtetë, por ai nem flet për kuvendin e konstituar, pra kuvendi pikërisht, kuvendi konstituar shpërndahet në ato 3 rrethana. Por nëse ti nuk ke kuvend konstituar fare dhe nuk mund ta aktivizosh nenin 82 fare, nuk ka kuptim që pastaj ti ta shfrytëzosh kushtetutën për t'i mbajtur peng institucionit. Andaj unë besoj që në këtë rast zgjidhja e vetme e logjikshme dhe kushtetuese do të ishte shpërndarja e kuvendit përkatësisht caktimi datës së re të zgjedhjeve. Edhe këtu një problematikë që po ashtu është diskutuar shumë ditëve të fundit, çështja e mandatit të ushtruesës së detyrës së presidentes, që më pas do të kishte edhe barrën ekskluzive për të shpallur potencialisht edhe zgjedhje të reja nëse shkon gjithmonë ky skenari mundshëm që nuk do të ketë konstituim të kuvendit dhe po ashtu shpërndahet kuvendi, deri kur ka mandat dhe kush merr mandatin pas Albin Ragjiut nëse mandati i saj aktual
shkon deri në fund. Në radhë parë, ushtruesi i detyrës së presidentit, si funksion, jo si emër, mund të ushtrohet për maksimalisht 6 muaj. Kjo nënkupton që zonja Haxhiu ose kushdo tjetër që zgjedhet pasaj, me kushtin që ky person duhet zgjedhet më së voni deri më 4 tetor, e ushtron mandatin vetëm deri më 4 tetor. Pas datës 4 tetor, pra 5 tetore tutje, vendi më nuk ka as ushtrues detyrës presidentit. Që në kupton se zonja Haxhiu aktualisht është ushtruese detyrës së presidentit në interpretimin tim, dhe atë për 2 arsye. E para, për shkak se ajo është kryetarja e kuvendit në momentin kur është krijuar vakanca e pozitës presidentit, dhe aktualisht nuk ka kryetar të një legislature tjetër. Pra, i vetmi kryetar i legislaturës që ekziston ende juridikisht në Kosovë, i legislaturës paraprake normalisht, është zonja Haxhiu, sepse në bazë të nenit 14 të rregullorës punës kuvendit, përcaktohet që kryetari i kuvendit dhe nënkryetarët vazhdojnë funksionin e tyre për qëllimet vijimësisë institucionale deri në seancën konstituive. Pra, jo deri para seancës konstituive, siç po tentohet interpretohet, por deri në seancën konstituive, e aktgjykimi i gjykatës kushtetuese saj përket konstituimit kuvendit, thotë që kuvendi përkatësisht seanca konstituive konsiderohet e përmbyllur vetëm kur të jenë zgjedhur kryetari dhe nënkryetarët. Që i bie në një situatë krejt hipotetike, edhe nëse do të zgjedhej nesër një kryetar i kuvendit, por nuk do të zgjidheshin nënkryetarët e kuvendit. Prap ushtrues detyre i kuvendit do të ishte zonja Haxhiu nga legislatura paraprake, sepse kuvendi nuk është konstituar plotësisht. Do duhet përmbyllet krejtësisht. Duhet përmbyllet në tërësi në mënyrë që kryetari i ri i legislaturës së re, pra kryetari i kuvendit nga një legislaturë funksionale, të mund ta marrë dhe ta ushtrojë pozitën e ushtruesit detyrës së presidentit, por jo më vonë se 4. Potencialisht, nëse nesër do të ketë një kryetar të ri të kuvendit, do të marrë pozitën e ushtruesit detyrës së presidentit, por vetëm deri me 4 tetor. Do të vazhdojë mandatin që do ta linte për gjysmë Albina Haxhiu në rast se nuk do të ishte sigurisht person i njëjtë. Absolutisht. Edhe nëse zonja Haxhiu zgjidhet meqense është përmendur si kandidate potenciale, ajo do ta vazhdojë mandatin deri më 4 tetor dhe nuk mund t'i marrë 6 muaj shtesë, sepse nëse legjitimohet një logjikë e tillë, kjo i bie që deputetët munden në pafundësi asnjëherë të mos zgjedhin president, rrjedhimisht ta mbajnë me ushtrues detyrë presidentit, e për më keq nuk ka nevojë të shkojnë zgjedhje fare, thjesht kryetari i kuvendit jep dorëheqje, partia që ka shumicën ka votat e nevojshme për të zgjedhur kryetar të ri të kuvendit dhe ai bëhet automatikisht edhe për 6 muaj shtesë. Por kjo nuk ka logjikë kushtetuese dhe në fakt shkon në kundërshtim me vetë rendin kushtetues. Prandaj unë besoj që është e qartë që zonja Haxhiu ose kushdo tjetër që do të jetë kryetari i kuvendit, nëse do ta kemi një të tillë, nëse nuk kemi ndonjë krizë tjetër, do ta ushtrojë mandatin më zvoni deri më 4 tetor. Për ndryshe, sa i përket idesë së vazhdimit mandatit sa për të mos e lënë vendin pa institucion, në fakt kjo është një mendësi e mirë, por që duhet shërbej për të gjetur zgjidhje. Pra, në rast se qenë kaq me rëndësi që vendit mos mbetet pa president, atëherë partia e parë bashkë me subjekte tjera politike duhet që të ulen, gjejnë një zgjidhje dhe ta zgjedhin një president në mënyrë që vendit mos arrijnë atë pikën ku potencialisht pastaj jo vetëm që do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese si dera e vetme e shpeshherë edhe dera që po keq përdoret për të zgjidhur kriza politike, të vim në pikën ku pastaj ose duhet të rishkruhet kushtetuta, të ketë një dakordim më të madh politik, ose thjesht palët t'i mbyllin syt dhe të dakordojnë që po e shkelim kushtetutën, po mbesim ushtrues detyrë presidentit, në mënyrë që i njëjtit të paktën të mund t'i shpallë zgjedhje dhe eventualisht ta mandatoj dikë tjetër pas përfundimit të procesit zgjedhor. Keni bërë këtë interpretimin pra të akteve juridike dhe të rregullorës të vendit, por nëse bëni një analizë politike mbi ata çfarë pra ju keni një provojë të madhe në kuvend, por edhe në politikë, pse po ndodh gjithë kjo? Çfarë fshihet prapa kësaj? Unë besoj që ekzistojnë 2 arsye kryesore. E para, ne jemi në një situatë politike ku një subjekt i vetëm ka mundësi që ta formojë qeverinë, por nuk ka mundësi që ta zgjedhë presidentin. Në mënyrë që ta zgjedhë presidentin, duhet t'jap diçka dhe duket që presidenti nuk është mjaftueshëm, sepse për lëvizjen vendosje ta jap presidentin, po shihet si një lloj kundërpeshe e shpeshherë edhe një lloj opozitarizmi ndaj kryeministrit, që nuk është kjo situata, sepse në fundit presidenti i vendit as nuk ka për detyrë, as nuk ka të drejtë që të jetë opozitë e kryeministrit, sepse kjo është brenda ballafaqimit politik. Dhe në anën tjetër jemi në pikën ku subjektet opozitare nuk mund të hyjnë në një qeveri pa pasur presidentin, kur një parti, në këtë rast Lëvizja Vendosje, ka mundësinë që të mbjetoj edhe në rast se i largon nga qeveria ditën pas zgjedhjes së presidentit.
Pra situata është tepër e komplikuar dhe në anën tjetër kemi një proces paralel, që është ai i dhomave të specializuara, që besoj është një momentum politik në cilin po kalkulojnë pothuajse gjitha palët pa përjashtje. Në një rënon gjitha duan presin verdiktin në mënyrë që dihet tempoja e zhvillimeve politike, e në anën tjetër të gjitha palët po kalkulojnë që pala tjetër mund lëshoj pe për shkak të afatit kushtetues pra të 4 tetorit saj përket zgjedhjes presidentit. Por bindja ime në bazë të analizës së situatës dhe përvojës paraprake që kemi pasur me situatat të tilla, është me shumë gjatë do të kemi një arritjet një marrëveshje çfarë do qoftë ajo në momentet e fundit, sepse gjitha marrëveshjet politike në Kosovë janë arritur në momentin e fundit. Unë kujtoj marrëveshje politike për çështjen mut kryetarit të kuvendit u pata arritur jo kur e njëjta nevojitej, por vetëm pasi që rreziku i shkuarjes në zgjedhje ishte bërë aq i madh sa që palëve nuk u konvenante. Pra, nëse ju kujtohet në atë kohë, kryetari i kuvendit, zoti Konjufca që ishte zgjedhur i pari, ishte dashur që përmes një marrëveshje politike ta liroj këtë pozitë vetëm 2 ditë para skadimit të afatit të mandatarit për formimin e qeverisë. Prandaj unë besoj që me shumë gjatë do të kemi një marrëveshje të momentit fundit, sepse marrëveshjet e mëdha politike në Kosovë fatkeqësisht historiku tregon që mund shiten vetëm kur ato bëhen të domosdoshme edhe në sytë e publikut. Është edhe një tjetër variant, ndoshta për fakti për të shkuar tek gjykata kushtetuese për të blerë kohë dhe potencialisht për të përgatitur për zgjedhje në dimër në datë ku mund të ketë më shumë qytetarë në Kosovë. A mund tjetë edhe kjo? Po mund tjetë dhe përvoja hiq më larkë se 6-7 muaj nga tash të regon që qëllimi ishte që zgjedhjet të mbahen në dhjetor, por që në anën tjetër nuk do të harruar një fakt që me kalendarin aktual, pra edhe nëse supozojmë që kuvendi konstituohet qysh nesër, mesi nëntorit është afati kur do duhet mbaheshin zgjedhjet në rast të A nuk dalë edhe diçka tjetër për të përvuar gjykatë kushtetuese? Janë, unë besoj, tash që po diskutojnë janë të paktën 4-5 çështje apo pyetje cilat mund të referohen gjykatën kushtetuese, e cilat potencialisht mund të shërbejnë për blerë kohë. Por problemi me këtë rrethon është që po arrim në pikën kur po e normalizojmë diçka që do të ishte papranueshme për gjithë qytetarët. Pra, ne po flasim për situatën ku palët, cilat do qofshin ato, po diskutojnë për mundësi që të krijojnë krizat paqena kushtetuese, vetëm sa për të blerë kohë, duke ditur që rezultati është i njëjti. Pra, gjykata kushtetuese nuk po përdoret fatkeqësisht për gjetur zgjidhje, por vetëm si derë përmes cilët shkohet drejt zgjedhjeve cilat potencialisht mund të jenë pashmangshme. Dhe unë besoj që zgjedhjet janë situata që i duhen më spaku Kosovës në kontekstin aktual, jo vetëm për shkak të humbjeve të shumta që u përmendën edhe nga zoti Tahiri më herët, por edhe për shkak të faktit që tashmë vetë se kemi një lodhje shtetare, pra dalja në zgjedhje është duke shkuar e duke rënë, për më tepër jemi në pikën kur besimi në institucione ka degraduar deri në masën kur qytetarët kanë nivelin pothuajse më të ulët besimit në institucione në vend, dhe tashmë në 3-4 vitet e fundit kemi nivelin më të lartë të qytetarëve cilë besojnë që vendi nuk po shkon drejtimin e duhur. Dhe nëse ne vijojmë që ta përkeqësojmë e stërkeqim edhe më shumë, ekziston rreziku që dalja të jetë edhe më ulët, e sa më ulët që do të jetë dalja, legitimiteti nga procesi zgjedhor, fatkeqësisht do të mund të jetë shumë më ulët se sa që ka qenë në këto 3-4 palë zgjedhjet e fundit që kemi pasur. Dhe Cakolli, falenderojmë shumë për këtë analizë që kemi bërë sonte në edicionin special. Faleminderit edhe për ju. E shkëndram pikrisht këtë që përmendi zoti Cakolli, qytetarët edhe sot janë nervozuar shumë me krejt këtë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, madje këta thonë se nëse edhe njëherë shkohet në zgjedhje, janë të gatshëm që edhe të mos dalin e të votojnë fare për shkak të lodhjes së madhe.